edhe shoh lokale që janë ndoshta ngjit me një tjetër, njëri është plot, tjetri është bosh. Ç'a dinoj që ka lokalin plot. Thoshte, ky miliarder edhe lexon libra, s'ka shanse. Po bravo, ashtu mendojnë gjithë edhe. Kështu që ti vazhdon të lexon libra, edhe pse keni ku gjej kohën realisht. A të ka ndryshuar leku ty personalisht edhe? Unë jam rritur nga një familje shumë e varfër, jemi 7 vëllezër e motra dhe ne s'kemi ditë ç'është leku deri vonë. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Mirë se vinin në podcastin e suksesit. Sot kam një person veçantë, Arben Nikolli, CEO i Art Home. Mirë se ardhe. Mirë se gjetëm gjë. Faleminderit që ardhe dhe më tregu historinë tënde. Faleminderit ty për ftesën. Lutem. Un kam dëshirë me nis nga fillimi. E di që ke pas disa biznese, e marr me biznes vazhdimisht. Po. Më trego pak çysh se ke ardhur në Tiranë, se e di që ke ardhur këtu, masani i marr me tregti etj. Po, atëherë unë kam marrë në Tiranë në shkurt të 2004-s, kam qenë diku te 22 vjeç dhe kam marrë në Tiranë me fillu kamarier. Se këtë gjë dihet bëhen atë kohë i vogël edhe duke taku me ca miq të mirë, një mik i imi te tregu i medreses, shkoj arria gjithkohës aty me këtë personin dhe duke net me kalu kohën, fillova duke shit. Edhe ky sheh te unë diçka që si kisha ditë që kam, që isha i mirë shumë në shitje. Unë me bin njerëzit edhe ky personi më futi në rrugën e tregtisë, më dha një dyqan që kishte me qira te rruga Kavajës, tash është kompleksi Deliorgji. Edhe aty kam fillu tregtinë time të parë në Shqipëri. Se kam qenë disa vite në Greqi, kam punu kamarier edhe kështu fillova. Fillova me tregtinë aty, pastaj më kalu tregu medreses, edhe për një periudhë gjatë kam punuar te tregu, gjatë kohës që punoja në treg, më lini dëshira më marr dhe me lokal. Nga që kam pas punuar kamarier. Edhe kështu fillova duke kërkuar për lokal, gjeta një ambient shumë bosh tek Vision Plusi, brenda kompleksit. Edhe aty ndërtova një lokal shumë mirë për atë kohë, edhe krijova një emër shumë mirë te lokali. Qa është pjesa bukur edhe e vështirë e lokaleve? Se unë shoh shumë lokale, po edhe shoh lokale që janë ndoshta ngjit me një tjetër, njëri është plot, tjetri është bosh. Qa dinoj që ka lokalin plot? Mendoj që suksesi është shërbimi, te çdo lloj lokalit, është shërbimi. Nëse ti arrin të shërbesh mirë te klientat, ti përcjellesh atë që klientat duan, se ti mund të bësh një lokal edhe mund të shesish kafen që nuk e dëshirojnë njerëzit që janë në atë zonë, se edhe Tirana është me zona, jo gjithë Tirana është njësoj. Për shembull te Vizioni atë kohë ishte pjesa e kafes, do të kafe shumë mirë, edhe shërbimi shumë i shpejtë dhe i mirë. Edhe kështu arrita unë që krijova një klientel shumë mirë dhe kam pas realisht tek unë kanë qenë Lirama, Lirmeta, kam pas klienta VIP në atë kohë. Por lokali është shumë i mirë për një moshë të caktuar. Në atë moshë që isha unë ishte shumë i mirë, pastaj vjen një moment që është shumë i lodhshëm. Edhe duhet të bëj diçka tjetër. Nuk është tyshë dot të pjesën e gjithkohës në punë, edhe gjithkohës jenë në tension se mos ndodh diçka, se mos këtu në Shqipëri normalisht funksionon kjo, jo tatimet, jo bashkia, jo këto gjërat që janë pengesë e biznesit në një farë mënyrë. Edhe ndaj mosha është kryesore për një lokal, mendoj unë. Nuk është tani për shkakun nuk e bëj dot. Këtë moshë që jam sot nuk e bëj dot, edhe sikur ma falin lokal nuk e bëj dot. Di që tash si CEO i Art Home je ortak bashkë me Bledin. Me Bledin po. Si u njofte me Bledin në fillim mirë? Ku ishte ai indicia e parë? Po me Bledin më njoft krejtësisht. Më njoft tek lokali që unë kisha në Don Bosco, vjen Bledin atë kohë ishte 19 vjeç. Dhe me një grup shokësh të vetët, ishte darkë dhe doshin merr një shishe alkool. Edhe s'kishin lek mjaftueshëm për shishe, kishin vetëm 40.000 lekë dietra. Edhe i thën kamarierit, thy pronarit që ne kemi kaq lek. Na jep do të shishe do me pi sonte, edhe unë i them kamarierit, çaju shishën dhe çaju dhe çat duan kështu shoqëruese në
limonadë apo ne që të mos të morën në mend kanë marrë gjinë dhe çova zhves me pak fjalë. Kështu që kshu ka lënë ajo pjesa me Bledin. Pastaj Bledi ishte një klient i pandashëm i lokalit që kisha unë. Fillon pastaj edhe u shoqëruam edhe në tavolinë, duke pi gjatë darkave pishim bira, edhe kemi pi shumë bira me Bledin, domethënë drejtën. Kështu që këtu ka lënë njohim me Bledin, ne kemi vazhduar miqësinë çfarë ditë. Çfarë ditë kemi vazhduar miqësinë deri më sot, nuk jemi ndas, nuk kemi prishas, nuk kemi bërë asnjë lloj debati deri më sot. Di që biznesin Art Home e ka nis Bledi, e ka themelu. Si u bën e pjesë? Unë si ta thash, këtë punë që po bëja, fillon në lokali më bëj bezdishur, edhe doja të bëj diçka tre. Duke diskutuar me Bledin, doja të bëj diçka tre. Diçka komplet nga këto gjëra që kisha bën nga tregu dhe nga lokalet. Edhe Bledi më sugjeron që me kriju një imobiliarizë, në atë kohë ishte e suksesshme tregu imobiliarizë në Shqipëri, sepse normalisht ndërtime po bëheshin. Edhe diskutoheshim ndarket me Bledin, pishim bira ndarket dhe diskutoheshim rreth kësaj gjës. Edhe dolem me pa dhe për ambient, me marr ambient, me gjetë një ambient përshtatshëm për këtë lloj biznesit. Duke diskutuar, duke fol, Bledi kishte pikën Don Bosco të Art Home-it, që ka qenë për shumë vite, dhe kishte një pikë tjetër në Tapiz. Atje kishte një menaxher, edhe më thotë unë thot jam vetëm thot te puna ku jam, po të kam nevojë thot për një person që ta kem krah. Unë ty të konsideroj krah shumë të mirë dhe shumë shokë dhe shumë mik, pse nuk vjen bashkëpunim bashkë. Edhe kjo ka qenë indicia dhe këtu kemi filluar. Çfarë do bëjmë tjetër? Do bëjmë dritare. Okej, dritare, s'kisha bërë kur mitën time dritares, nuk dija çan dritaret as xhamat, edhe kemi marrë ca makineri për dritare, kemi blerë në Greqi atko. Edhe unë kam filluar duke studiuar për pjesën e këtyre dritareve, kam bërë trajnim të një miki imi që merret me këtë punë. Edhe pasaj kohë kam filluar gjithmonë duke studiuar në internet, duke studiuar në Google për kompanitë e dritareve, dhe aty në Google ndel një kompani shumë e mirë, që është kompania më e mirë në botë për dritare, Shuko, që ne pastaj bëm partner të kësaj kompanie. Ne shkruajta në email, krijova kontaktet me këtë kompaninë, erdhi përfaqësuesi i kompanisë na kontaktoi, edhe ne u bëm partner me këtë kompani, edhe me një kompani tjetër gjermane, që është Rom Plus, që është për ndarje zyrash e kështu. Edhe me këtë kompani kemi shkuar me Bledin, kemi taku drejtorin e madh atje, kemi bërë negociata dhe kemi arritë që ta marrim për Shqipërinë te kompani. Edhe kështu filloi rruga me Bledin, edhe tek Art Home. Normalisht nuk ka qenë kollaj, sepse ishte një diçka e re. Edhe diçka e re për mua dhe diçka e re edhe për Art Home, sepse Art Home nuk ishte për dritare dhe për fasade, ishte për gjëra interiorit. Edhe çat ditë nuk kemi ndalu, kemi vazhduar punën edhe jemi sot këtu jemi, bashkë me Bledin, prapë po vazhdojmë rrugtimin. Di që ke bind Bledin me marrë një venim shumë në vështirë, ka pas një pikë në Tapiz. Po, kjo ishte e dhimbshme për Bledin, sepse Bledi kishte investuar shumë lek tek ajo, me sa di unë ka qenë diku te 50.000 euro vlera e investimit te kjo pika në Tapiz. Edhe unë mbas 6 muaj që kam mbyll. Domethënë, unë i kam thënë Bled, kjo punë nuk do të vazhdoj këtu ku jemi, sepse po jemi me humbje. Nuk po fitojmë gjë, dhe edhe zona Tapizës nuk ishte për zhvillim biznesi, sepse dihet se nuk është një zonë që vinë njerëz të mirë për biznes. Edhe arsyeja kryesore ishte edhe kjo, që ne të largohemi nga ajo zonë. Edhe kemi marrë një pikë me qirat diku te Bulevardi i Ri. Aty kemi filluar pastaj pjesën e dritareve, dhe në Don Bosco kishim zyrat kryesore dhe një showroom, ndërtuam dhe një showroom të bukur aty, të vogël, po të bukur. Edhe kështu mi vazhdo. Unë shkoja te pika te dritaret, Bledi këtu në Don Bosco, komunikonim me telefon, edhe kështu ka vazhdu. Deri kur kemi shku te Reparti i Ri që kemi ndërtuar sot. Që tha Bledi, ortako jot kur i tha që duhesh me myll këtë, kishte hall investimin e vet. Po, kjo ishte edhe për sa kohë e mori venimin, sa të desh me bind. Po, kohë ka qenë shumë e shkurtër, ka qenë direkt. Në moment që i thash nuk mund të vazhdojmë më atje, Bledi tha okay, nuk e thuti këtë gjë, edhe unë e shoh që s'kam pas ndonjë fitim, se kishte gati 2 vite që e punonte këtë lloj piket, edhe s'kishte pas ndonjë fitim të mirë te kjo gjë, dhe normalisht u desh dikur që Bledi ti tregoje se kjo gjë është rruga e gabuar që ka ishte nis. Edhe bashk tham okay, këtë gjë do ta bëjmë. E kemi mbyll duke pi birrën në lokal në atë kohë. Në fakt ky është edhe një mësim i mirë që e kena marrë edhe në trajnime, që
Sa do të ke shku një rrugë gabume, nalu. Nalu. Pse do me vazhdu? Nuk do të vazhdosh një rrugë gabume, pavarësisht se dhimbja edhe, si thënë ne, ego e jonë është që kemi edhe lege e pritëm do bëj, ka disa gjëra që nuk arrijen, nuk bëhen, edhe mira është që të rriqesh edhe të vazhdosh një rrugë 3. Do në është më mirë më vazhdu një rrugë 3 nga fillimi, sa të vazhdosh një rrugë që po shikon që s'po të jep fritat e dura. Si keni nda rolet si ortak? Me që marrësh ti, me që marrët Bledi? Rolet kryesore, unë e Bledi diskutojmë bashkë do në çdo ditë apo çdo fundjavë kryesisht për punë kryesore, por edhe për punë ditore çdo ditë. Unë kryesisht merrem me pjesën e eksteriorit, me pjesën e dritareve të fasadave, me prodhimin dhe zbatimin e këtyre gjërave. Bledi merret me pjesën interior-it, Bledi merret me financën, merret me pagesat, merret me arktimet, edhe merret me organizimin e punës të repartit dhe të montimit. Unë merrem me pjesën e prodhimit të dritareve dhe të fasadave dhe me pjesën e negociatave. Unë kryesisht dal nga reparti mbas dreke, në rritje në dreket në repart dhe mbas dreke krijoj 2-3 takime në ditë në varet. Sepse unë jam i fort, jam shumë i mirë në negociata me njerëzit, edhe kjo gjë më ka dhënë edhe është aftësia ime që kam arrit me disa marrëveshje shumë të mira sot që i kemi në proces. Në qo se mundesh me na i thonë, cilat janë disa nga projektet më të mëdha që keni bashkëpunu? Projektet më të mëdha që kemi bashkëpunu të përfunduar, kemi bërë qendër tregtare të Manet e CI-s në Korçë, kemi bërë disa projekte në Tiranë, banesa, kemi bërë tek Rose Garden tek afër Tegut, kemi bërë Rose Garden tek liçeni i That, kemi bërë disa pallate në Tiranë, kompani Magna Construction, edhe projekti më i madh që kemi në vazhdim është projekti Rolling Hills liçeni, që janë 280 vila për të ndërtu, kemi arrit të bëjmë një afërsisht 100 vila të deri tash. Edhe është projekt që do vazhdojë, se me sa di është informacion që do shkojë diku 800 vila projekti Rolling Hills liçeni, sepse janë dhe disa pjesëtar tjerë që kanë hyrë në pjesë. Po bëjmë dhe Radisson Collection në Borsh, po zhvillojmë dhe atë, që është një projekt shumë gjigant, po zhvillojmë një projekt shumë mirë në Lejthiz Pukës, tek fabrika e Lejthizës, edhe atë po zhvillohet një projekt shumë mirë, është një projekt që ka diku 110 dhoma hotelit, ka dhe një 60 apartamente, edhe fasadën e komplet fabrikës po bëjmë ne. Shikoj që keni arrit një nivel shumë të lartë suksesit. Edhe besoj në fillimet e tuaja kur ke marrë projekte ke pas atë entuziazmin. A e ke akoma edhe sot apo ke kriju një lloj, si më thon, është thjesht projekti rrallës, edhe ke atë vetë besimin edhe normalisht fillimet tona kemi filluar duke marrë punë të vogla dhe dhe njerëzit ishin edhe njerëzit nuk besojnë se kush je, kur i shkon dikuj për një projekt të madh thot po mirë çka ke bë. E ti nuk e që tregon portofolin tat, normalisht pak e vështirë, por ne realisht kemi bërë punë të mëdha edhe atëherë. Edhe kur s'kemi pas portofol të madh. Edhe thash fal ka qenë kjo, ne kemi qenë shumë korrekt me njerëzit, me të gjithë bashkëpunëtorët tanë kemi marrë korreksin. Edhe kemi përfunduar çdo lloj pune që kemi marrë në dorë. Nuk ka ndodhur asnjëherë për shkak që ne kemi lënë një punë për gjysmë apo pa përfunduar apo me nxjerr problematika të ndryshme të projekteve. Edhe nga herë kemi pas dhe kosto shtesë që ne nuk e kemi shtu tek ndërtuesi, mos me kriju këtë idenë mashtrimeve kështu gjërash. Kështu që kemi qenë shumë korrekt edhe kemi mbaruar punë të çdo projekt që kemi. Pra, kënaqësinë besoj. Edhe kënaqësia në fillim është ajo pjesa adrenalinës që kur merri punë të madhe, normalisht si gjithë, edhe sot, normalisht kur merri punë i projekt të madh, e ke atë kënaqësinë sepse fundi është negociatë, çdo negociatë është adrenalinë vetë, është kur e kryen me sukses, normalisht që je lumtur. Kur dështon, nuk është më të mërzitur se çdo projekt fitohet, por normalisht je mërzitur se ti ndoshta ke bën një punë caktuar tek ai projekt për me fituar dhe në fund vjen dikush tjetër ta merr. Normalisht nuk je i lumtur, por gjithsesi biznesi këtë ka, jo të gjitha gjërat do i fitosh, por në rëndësishme është që ti jesh në treg dhe ti jesh i suksesshëm, që emri jot i kompanisë tate kur të dëgjohet të jetë emër i suksesshëm, jo emër i dështuar. Dhe ne kemi arritur të gjë që kompania jonë sot ka emrin në treg të suksesit, edhe kjo është fal me dhe Bledi normalisht, të dy kemi punuar fort për këtë gjë dhe do vazhdojmë të punojmë prapë fort, sepse ne
ky është fillimi jon, nuk është se kemi arrit maja, ne sapo kemi filluar suksesin, do kemi një rritje normalisht në vitet që po vjen, kemi një projekt me njën tonë që do zhvillohemi më shumë. Te pjesa negociatave, se unë kam qef me di këtë gjanat teknike, edhe për me jarë njëm pak edhe si përmarrëse, kryesisht atyre që janë fillestar ose në fillimet të rrugtimit. A duhet se s'ban me marrë një direkt të takimi i parë, apo është proces? Ndoshta sa takime duhet me bë për me marrë një Në projekte caktuar të varet sipas madhësisë projektit të vlerës. Normalisht poja parë nuk merret direkt, sepse takimi i parë është që ti shpjegosh klientit çfarë ti ofron, edhe atë që do na i domon. Ti ofrosh atë që do na i, sepse do dish që ti ofrosh atë që klienti po kërkon. Nëse kërkon klienti don një çmim të arsyeshëm të lirë, ti nuk ke pse ofron diçka të shtrenjtë sepse s'ka për ta marrë. Kështu ti ofron atë gjën që ai përshtatet me kushtet ekonomike të klientit. Ti do ofrosh atë gjë dhe normalisht do e prezantosh. Pastaj do krijosh një takim tjetër që të dytin, ndoshta të dytin mund ta mbyllësh sipas projekteve, dyti, treti, po zakonisht 2-3 takime, normalisht i punë mirë, nuk ka pse të zgjasë më shumë. A mon me në cila ka kanë negociata jote më vështirë, për që ke marrë një po? Ma vështirë ka qenë në fillimet e mia, kemi marrë një punë në atë kohë, sa kishim fillu, ishim punë një muaj që kishim fillu punën të dritarët, unë nuk dija të shumë gjëra, nuk kisha shumë informacion, edhe kemi bërë një objekt në diku anë nga Tapiza, kemi bërë këtë objektin, ishte një vlerë në atë kohë, diku të 40.000 euro vlera e objektit, edhe normalisht, kur e kam marrë si punë, ka qenë një sukses, sepse ishim fillestar. Edhe po e kemi marrë atë punën me shumë vështirësi, me shumë negociatash me bind se kush jemi ne, edhe e kemi kryer punën me shumë sukses edhe kemi vazhduar, domethënë nuk kemi pas probleme. Okej, çdo investitor ka të vështirë, ka edhe të kollajt, po gjithsesi kur je korrekt me gjërat që thu, kur i shpjegon fiks gjërat që duhen, mendoj që nuk është vështirë për marrë marrëveshje. Më the pak më parë që ke bashkëpunuar me Balfin, të Sajmirit, të Sajmirmane. Si ka kënë bashkëpunimi atë me te? Si arrite me bind me marrë ti projektin? Ne të Balfin kemi bërë disa projekte, kemi bërë disa projekte. Tek ata kam ndikuar te disa projekte që kam ndryshuar dhe te drejtorat, kam ndryshuar dhe cilësinë e produktit. Edhe tek ata ato shohin të unë diçka se unë gjithmonë i jap më të mirën për projektin. Normalisht duhet që mos harxhon lek, jo vetëm Balfini, po kushdo tjetër. Janë disa gjëra që nuk ke pse harxhon lek për një diçka që ti vetëm harxhon kosto, nuk ke përfiton asnjë gjë nga ana sa që po bën. Edhe ata kanë patë unë të gjallë dhe marrin shpesh në telefon dhe për sugjerime, edhe normalisht Balfini ka kompani shumë e madhe, nuk mund të bëjmë gjitha punën ne. Ka edhe kompani të tjera që punojnë, por me çmim edhe me cilësi. Kjo ka qenë, kemi dhënë një çmim shumë të arsyeshëm, edhe cilësinë e kemi bërë shumë mirë dhe kemi mbaruar punë shumë mirë me Balfin. Edhe normalisht po vazhdojmë punën me ta. Kemi disa projekte, kemi 2 projekte tash ndor që po i kryjm. Kuptova. Super. Te pjesa pak e menaxhimit kompanisë, te pjesa e stafit. Çfarë duhet me pas dikush që me punu për ju? Çfarë kriterësh ose çfarë kërkon ti te dikush? Don tek ne ka vend për fillestar, që nuk din të bëjnë asgjë gjë nga fusha jonë, thjesht kanë dëshirën me punu dhe kanë dëshirën më rrit në një lloj zanati, si themi ne, se dy zanat është. Ose ka vend për tjerë, pastaj që janë njerëz që kanë punuar në kompani të tjera dhe tek ne gjejnë diçka më mirë se tek tjerat. Ne kemi një marrëdhënie shumë mirë me gjithë punonjësit tanë, që normalisht ne i quajmë koleg punë, nuk i quajmë punojës. Kemi kriju kushte shumë mira pune për ta. Cilat janë disa kushtet se ne shqiptarë dona me ditë? Po, gjëja e parë që ne kemi bërë tek punojësit tanë të kompania jonë, kemi bërë orarin fiks pa ushtesë në punë. Mundohemi që çdo ditë ne mbyllim punën me orar të caktuar. Kemi arritë mbas shumë punët me bërë çtunën pushim. Që kjo ka qenë një risi për kompaninë ndërtimi, jemi
mund të them ndoshta jemi të vetëm në Shqipëri që kemi bërë kompani që merremi me ndërtimin dhe kemi bërë shumë pushime dhe kjo ka qenë një sukses realisht për neve. A nuk mësohen keq punëtorët nëse lënë shtunën pushim? Jo, nuk mendoj që mëson keq, punëtorët thjesht do punojnë më shumë gjatë javës, do kenë kohë të kalojnë me familjen e tyre fundjavën, do atë lek që e fitojnë ta shpenzojnë për kënaqësitë e tyre dhe do vinë punë të motivuar të hanën që të fillojë puna java dhe java kur është 5 ditë është normalisht është më kalon më mirë dhe nuk e shohin dita ashtu ishte gjithmonë hajde tikim, edhe ishte pjesë gjithmonë krijoheshin defekte, gabime, ditën ashtu ishte dita që kishte më shumë nga këto gjëra. Dhe duke filluar nga kjo gjë ne me Bledin e diskutuam, ka qenë një diskutim gati 2 vjeçar që kemi arritur në marrë këtë vendim, po ka qenë një plan 2 vjeçar. Domethënë që kemi thënë okay, do ta bëjmë këtë gjë kur të hymë në repartneri. Edhe në moment që kemi hyrë në reparteri për 2 muaj e kemi marrë vendimin dhe e kemi bë. Edhe mendoj që ka qenë një vendim shumë i drejtë dhe shumë i saktë. Shikoj që ke kanë shumë vigjilent, pra ke vure që për shkak në këtë aspekt. Ditën e shtunë bën më shumë gabime në punë, matje, thyen xhamat e tjerë. Sa rëndësishme është për një sipërmarrës me kanë vigjilent tankuën? Po don suksesi vjen nga këto gjëra. Don suksesi vjen që ti të kapish gjërat, gabimet, të kapish defektet në një biznes ndërtimit, një defekt, një xham i thyer apo një figurë bën me gabim është kosta trafisht, sepse do bëhet nga fillimi dhe do montohet, do çmontohet, kjo është kosto që i krijon kompanisë. Edhe ti kur krijon kushtet dhe mundësitë që ti minimizosh të lloj gabimesh është komplet shfitim për kompaninë. Edhe normalisht këtë do të shohim, nëse si përmarrës, kjo është gjë e kryesore që do të bëjmë, të shohim gjejmë ato hapësirat e mundshme që ti mbulojmë e ti rikuperojmë. A ka probleme kompania juaj me gjetë staf? Po, siç folëm përpara, ne si kompani nuk kemi pas fare probleme për gjetjen e stafit, sidomos të kohët e fundit, sepse ne kemi arritur shumë standardet në punë. Edhe mendoj që duke rritur standardet, edhe punojësit, sidomos ne nuk kemi si punojës të huaj, nuk kemi marrë asnjë punojës të huaj, kemi gjetë punojës shqiptar. Edhe realisht nuk kemi pas vështirësi sidomos të kohët e fundit për gjetjen e stafit, sepse kena pas shumë afrime nga kompani të tjera që kanë gjetë kushtet këne më të mira. Edhe mendoj që duke rritur standardet në punë dhe kushtet e punës, mendoj që nuk ka pse të ketë probleme. Arben, a të jep më shumë motivim kur të thot dikush s'munesh me bë diçka apo kur thot mundesh me ja dal me bë diçka? A të jep motivim kur s'mundesh. Domethënë çat shtyn më shumë me i provu dikujt që e ka gabim apo në fushën tonë për shembull, fushën që në gjërat që unë jam i sigurt, jam te fusha që unë jam i aftë për atë që bëj. Edhe po të thoj dikush që kjo gjë nuk bëhet, unë normalisht do shkoj, do ta bind me punë dhe edhe me fakte. Kur thot dikush që bëhet jep motiv, është një plus prapë më tepër, edhe të shtyn normalisht motivimi është i mirë për gjithë. Don kur dikush të jepi shtys, të thotë okay, vazhdo jepi, edhe puna bëhet më thjesht. Kur thotë kjo s'bëhet, normalisht dhe punë do bëhet, sepse nuk ka punë që s'bëhet sa. Të gjitha punë bëhen, thjesht duhet këmbgulje, dëshira dhe vullneti me bëj punë. Di që ke punuar me klientë internacional. Deri ku i ke çu produktet tuaja? Po fatikisht nuk është se kemi pas shumë sasi të madhe, por kemi çu deri në Kanada, Amerikë, Angli, kemi çu në Francë, kemi çu në Gjermani, Zvicër, Itali, që kemi dërguar dërgesa. Italia ka qenë vendi që kemi dërguar më shumë. Në Kanada kemi dërguar disa dërgesa, edhe në Amerikë kemi çu. Në Itali kemi shkuar dhe montim. Edhe në Zvicër kemi shkuar montim, edhe në Gjermani montim, kurse vende të tjera nuk kemi dërguar montim. Kemi shkuar kështu ilegal. Kuptova. Okej, të kthejna edhe një moment te pjesa e punëtorëve. Më the që marrë edhe fillestar në punë. Mjafton të kenë dëshirën me punu edhe me bashkëpunu. Po, a kanë hapësira rritjet në detyrë ose në karrierë? Po, tek ne çdo kush që është në punë apo vjen tek ne në punë që është i aftë, ka dëshirë që të punojë, ka dëshirë të rritesh, aty që ne e gjen hapësirën, sepse të gjithë punojësit tanë janë bashkëpunues edhe të japin atë zanatin që don të marrë. Edhe kemi departamente që po i kemi tash po i thosh i kemi ngritje, edhe të gjithë ato që janë punojës aktualisht të departamentit kanë mundësinë që nesër mas nesër të jenë drejtues të këtij departamenti.
por normalisht për çdo kënd është dëshira e dikujt më rrit. Ka njerëz që nuk duan të rriten edhe bien rahat në një fushë dhe thonë okay, unë nuk dua kaq s'du më tepër. Edhe aty nuk ke çe bën. Kurse ka njerëz që po realisht duan që të rriten edhe tek ne kanë mundësinë me bë këtë gjë. Domethënë ju jeni te meritokracia. Po. A mundet një punëtor i thjesht nëse është i Zotit kështu mja kalu edhe ustajt? Po, mundet. Mundet mja kalu edhe ustajt. Normalisht puna tregon çaj mundet. Kështu që ne e ofrojmë mundësinë me bë, edhe pse bën një herë gabim, nuk është se ne i vëmë para përgjegjësisë për gabimin që bën, sepse një punëtor që i normalisht do bëjë gabime. Por e ka mundësinë që të rritet edhe vetëm thjesht të doja të rritet. Edhe ne ku ti marrim të njerëz që duan të rriten. Kuptova. Po trajnime, a zhvilloni për stafin? Ne për stafin zhvillojmë trajnime. Kemi bërë disa trajnime të kompani të ndryshme që bëjnë kompanitë e ndërtimit, sidomos të Alumilit, të Shukës apo të Aluprofit. Edhe vetë në Bledi bëjmë shumë trajnime edhe për zhvillim personal edhe për punën. Ndjekim disa panajire të ndryshme çdo vit. Ne investojmë shumë lek të panajiret. Kemi shku deri në Kinë panajir, në Turqi, Gjermani, Itali, domethënë kemi shku edhe çdo vit ne ndjekim panajiret që zhvillohen, janë disa panajire shumë dobishme për punën tonë, që aty shikon disa risi që ne i kemi marrë dhe i kemi zhvilluar këtu realisht edhe kanë qenë suksesshëm për neve. Po ju personalisht, sa kohë shpenzoni për zhvillim personal edhe profesional? Se të kam pa shpesh në trajnime, për shkak të Ermali. Po, me Ermalin ka fillu zhvillimi jonë personal. Merita ka qenë Ermali që në pandemin atë kohë, ne kemi fillu që në pandemin me Ermalin. Edhe sot vazhdojmë akoma me Ermalin, mundohemi të ndjekim gjitha trajnimet, por Ermali ka shumë trajnime që nuk ka se ndjekim gjitha, po mundohemi të ndjekim disa trajnime të Ermalit. Jemi shumë, edhe unë dhe Bledi me Ermalin jemi shumë falenderues, tani jemi bërë shumë miq me Ermalin, edhe realisht du gjej rastin të falenderoj shumë për atë që ka bë për neve dhe vazhdon ban për ne. Tash të bëj pyetje këshilla shqiptarshe. Ky Ermali a thjesht motivon apo të jep edhe gjëra teknike specifike për biznes? Ermali ka nuk është motivim, të thjesht motivimi. Ermali ka disa gjëra që normalisht si thot vetë nuk do të marrë me të knukën atyrën, por të jep atë indicin me të hap sytë, po, do më mësu diçka, po, lexo librin, ke këtë libër, do më mësu diçka për biznesin ndërtim, ke këtë libër, do më mësu për një fushë tjetër, lexo librin e dur për atë fushë, mos lexo romane. Ti më që të lexo romane ti nuk mund të zhvillohesh në biznes. Kjo është, edhe ne kjo ka qenë indic, edhe ne kemi lexojmë prapë akoma libra për të gjërat që ne duam të zhvillohemi, të fusha jo normalisht, të fusha biznesit tonë, se biznesi jonë çik ndryshe nga të tjerët. Okej. Se më kujtohet një koment që pava në internet. Ishte për Samir Manin, po e marr për sipërmarrë. Si thoshte, ky miliarder edhe lexon libra, s'ka shanse. Po, ashtu mendojnë gjithë, edhe kështu që ti vazhdon të lexon libra, edhe pse keni ku gjej kohën, realisht vazhdojmë të lexojmë libra. Shkojmë në palestër, Ermali na ka futur të punë në palestrës, në Gjak mua dhe Bledit. Dhe kemi bërë shumë ndryshime realisht unë dhe Bledit që kohën që kemi ndjek trajnimet e Ermalit, qoftë nga ana personale, qoftë nga ana biznes. Edhe na kanë ndikuar realisht shumë, plus që kemi pas kontakte realisht shumë mira. Kemi krijuar disa kontakte shumë mira. Kemi disa miq që i kemi tek trajnimet e Ermalit sot, që i kemi akoma miq dhe kemi bërë disa punë shumë mira me këto kontakte. Kemi bërë disa projekte shumë mira. Se këtë deshte me dalë, te network-o, sa i rëndësishëm është për një sipërmarrës. Se në përgjithësi sipërmarrësit, sidomos në fillim kanë atë tendencën mu izolu, se menojnë që si kupton askush, do i bëj tana vetë etj. Po mendoj që te një biznes network është më e rëndësishme. Do pa network nuk shet dot. Do po në tregove njerëzve, tu tregosh njerëzve çfarë bën, ti nuk ke se shet. Edhe aty është mundësia te këto që trajnime që bën Ermali, që kontaktosh dhe njerëz të ndryshëm, të fushave të ndryshme dhe njerëz që investohen në fushën e ndërtimit dhe ne kemi pas nga këto kontakte dhe kemi bërë disa projekte shumë mira. Kuptova. Për ty si person, si njeri, por edhe si CEO, si sipërmarrës, çfarë është Leku për ty? Leku për mua si person është një diçka e rëndësishme në jetën e kujdo, edhe në biznes, por nuk është gjithçka normalisht, por është motivi që ty të shtyn të punosh,
edhe zhvillohesh, domethënë nga 1 lek ta bësh 2, investo 2 lek ti bësh 4, investo 6, pastaj ti bësh 10 edhe kështu me radhë, kështu që është një mjet që të ngranon të fut në botën është një mjet domosdoshëm për biznesin. Kurse për jetën personale pastaj, të gjithkush ka nevojë për ato nevojat veta, por nuk ka shumë e rëndësishëm. A është leku e vetmja gjë për me marrë suksesin? Edhe ç'është suksesin në vërtet për ty? Suksesi është, unë mendoj që nuk është leku, suksesi është për ata që ti bën, për vlerat që ti jep, tek shoqëria, tek njerëzit e shtëpisë tate, te familja jote, te njerëzit që rrethojnë. Don që ti jep vlera të mira dhe ashtu ai për mua është sukses. Që ti mund të kesh lekë sa dush, por ti nuk je njëri i mirë, për mua nuk ke bosi gjë. Domethënë leku në fund s'ka se lë vlerat, po nuk je njëri i mirë. Unë mendoj që njëri që të jetë i suksesshëm do të jetë njëri që të japë vlera tek njerëzit, të japë vlera të mira tek shoqëria, te familja vet, këtë gjithë me radhë. Kjo për mua është sukses. Pastaj leku është pak të gjëra shkot. Kur të dyja bashkë, pastaj normalisht është shumë mirë. A të ka ndryshuar leku ty personalisht, Arben? Po unë jam rrit nga një familje shumë e varfër. Unë vi nga një familje shumë e varfër, nga Mirdita, jemi rrit realisht, ne jemi 7 vëllezër e motra dhe ne s'kemi ditë që është leku, deri vonë, na ka ndryshuar. Mendoj që si njerëz më ka ndryshuar, jam po ai që kam qenë, po pastaj të ndryshon normalisht sepse të largon nga disa njerëz. Kur fillon të shoqërohesh me njerëz të tjerë, disa njerëz të lesh rrugës se nuk mund të rish, koha është shumë e shkurtër, edhe normalisht disa të mendojnë që Arbeni ka ndryshuar leku, po s'të ndryshon leku, thjesht ndryshon ai ambienti që ti ndryshon. Se nga një, po marrim shembull tim trajnim termali, do kontaktosh njerëz që merren me biznes. Ato njerëz që ti ke pas në fëmijëri nuk vinë aty. Edhe ti ke kaluar një standard tjetër, nuk do të thotë që ka ndryshuar, por thjesht ndryshon standardi, ndryshon koha, pastaj është shumë e shkurtër edhe disa njerëz mendojnë që ka ndryshuar. Unë mendoj që jo, për veten time mendoj që jam po i njëjti person që kam qenë dhe pa lek, edhe sot nuk them që kam lek, po sot jam mirë, nuk qahemi. E kuptova. Shumica popullit e njerëzve mendojnë se njerëzit e pasur nuk janë të lumtur. A është e vërtet? Unë mendoj që siç thash, lumturia nuk vjen nga leku. Të gjithë janë të lumtur me atë që bëjnë. Mendoj unë, edhe njerëzit e pasur bëjnë gjëra që duan, përkëtohen si duan, por thjesht është niveli. Një person i pasur nuk shkon në lokal që shkon ti, shkon në lokal ndoshta më të shtrenjtë, sepse ashtu e don ambientin ai, por nuk do të thotë që ai bën gjërat njësoj siç i bën një punëtor i thjeshtë, siç i bëjmë ne, siç i bën Zamiri. Njëta gjëra bëjnë gjithë, thjesht në vende të ndryshme. Edhe të gjithë jemi të lumtur mendoj, me atë të lumtur me atë që kemi. Lumturia nuk vjen thjesht nga ajo që ke, vjen nga njerëzit që rrethojnë. Kur je lumtur me njerëzit që rrethojnë, kur të respekton njerëzit, vëllezër, motra, familja jote, fëmijët, edhe ajo është lumturia. Kjo është pyetja ime e preferuar e podcastit. Arben, je përballë pasqyrës. Edhe shikon Arbenin para 20 viteve. Një i ri me dëshirën me punu, me ecë përpara, etj, edhe ai po të shikon ty sot një person i arritur, i zhvilluar personalisht, profesionalisht, ç'është të bëhet diçka që pëlqen, etj. Ç'a mendon se do thoshte ai ty? Okej, mendoj që unë këtë gjë mund ta kem bërë, e kam bërë disa herë, po, merrem edhe me meditimet e mia personale dhe kështu. Edhe ai Arbeni që unë kam qenë, thjesht do më thotë vazhdo, kështu siç je, jepi se ke akoma për të dhënë në këtë shoqëri dhe në këtë të njerëzit të rrethë. Edhe tek puna që po bëj, kam përshtypjen që kam akoma shumë për të dhënë. Si mendon se do ndihej nëse shef çka ke bërë deri tash? Okej, ato që kemi bërë deri tash, që kam bërë deri tash, mund të kisha pas mundësi ndoshta me bërë më shumë, mund të kisha pas mundësi me bërë më pak. Nuk kemi penduar fare. Mendoj që po të kthem 10 kohën mbrapsht, do bëhet një të gjëra që kam bërë edhe nuk jam fare i penduar për ato që kam bërë. Edhe ai do të thotë, okej, ke bërë më të mirë të mundshme. Kjo është, më mirë, realisht kemi bërë më të mirë të mundshme të gjithë. Mendoj që dikush mundohet të bëjë më të mirë të mund. Pavarësisht dikush i ka mundësitë më të mira, dikush më të këqija, po të gjithë përfundimisht mundohemi që në jetën tonë ta bëjmë sa më të mirë dhe sa më të lumtur. Po ti, ç'a do i thosh Arbenit?
Unë 20 vitesh. Unë do i thoja që faleminderit që ka qenë ai që më ka shty me qenë ky që jam sot. Realisht përse gjithmonë kur shikon vitet e kaluara të vështira, e kur e kthen kokën pas ku ke qenë dhe ku je, thu bravo për atë që ke bërë dhe vazhdo me këtë ritëm. Më përmend në fjalën kohë të vështira. A na vjen çdo gjë për një arsye të mirë, edhe vështirësitë? Mendoj që çdo lloj gjëje në jetë që të vjen për një arsye, nuk të vjen as gjë kot, si mirë si e keqja. Nëse të vjen e mirë do të thotë që ti ke punuar për atë ditë, nëse të vjen e keqja, do të thotë që do të mësosh nga ajo keqja që të vjen, që të bësh më mirë, të përmirësosh. Don që mos të vazhdosh sistem të përkeqësosh. Thjesht diçka të ndodh që ti të marrësh vendime, të ndryshosh dhe jetën edhe punën dhe gjithçka. Do të ndodh diçka. Kuptova. Që me ndodhe keqja nuk mendoj që është nami që themi ne ndodhe keqja të bësh. Kur ndodhe keqja do ta ulesh me të diskutosh me veten tatë, thosh po, ndodhe keqja ndodhe tash vazhdojmë përpara. Kuptova. Më përmend në fjalën meditim. Po shtoj edhe fjalën manifestim. Sa e ke përdorur ti, edhe sa të kanë ndihmu me arrit gjona në jetë? Po kjo është diçka që si më ta shpjegoj tash. Është meditimi vetëm për njerëz të pasën që kanë kohë bollë dhe s'kan ç'a bajnë? Jo, nuk është për njerëz të pasën, meditimi është për gjithë njerëzit, edhe manifestimi është diçka që ne energjia që ne përcjellim tek vetja dhe ke të tjerë është energji dhe ti kur përcjell energji pozitive dhe kur manifeston diçka të mirë që do të ndodhe, është më shumë me ndodhe mirë se sa mendon diçka tjetër. Kur ti mendon diçka të keqe gjithkohës për veten tënde, që thosh unë do po marrim shembull do rrezoj me makinë, do rrezoj me kështu, edhe mund ndodhe që të rrezoj me makinë, sepse ti po ja përcjell atë energji vetes tënde dhe mund ndodhe më shumë. Kështu që manifestimi është shumë i mirë me bë dhe nuk mendoj që disa gjëra, shumë gjëra ndodhin. Ndodhin nga këto gjëra. Kuptova. Të kthehemi pak te pjesa profesionale. Ti ulesh sot edhe flet me inxhinier të ndryshëm. Edhe ja harton, edhe ja shpjegon komplet projektin. Unë profesion nuk jam inxhinier, profesion kam mbaruar për shkenca politike, shkenca komunikimit. Edhe kam qenë shumë i mirë në vizat teknik në shkollë mesme. Në base do e kisha vazhduar inxhinierin. Ndoshta do kisha vazhduar, por ndoshta mundësitë s'kan qenë atë kohë dhe nuk jam fare, nuk i vefaj vetes pse s'e kam bërë, sepse nuk kanë qenë mundësi. Edhe sot unë lexoj shumë mirë vizatimet, shpjegoj shumë mirë, edhe ditë vizatoj me dorë çdo lloj vizatimit, edhe po ulem me inxhinierë dhe me arkitektët sot dhe normalisht disave edhe mund t'i kap gabim. Edhe Pra ti i kap gabim inxhinierë. Po, kanë ndonjë që më kapë gabim po. Edhe inxhinierë shumë të mirë, domethënë, dhe kompani shumë të mira. Të kuptova. Po te pjesa e negociatave edhe te drejtimi i biznesit, ose te motivimi i stafit, ose te bindja si skill, si aftësi. Sa të kanë ndihmu shkollimi që ke bë, shkencat politike dhe komunikimit? Po, kjo më kanë ndihmu shumë, po edhe mendoj që kjo komunikimi është edhe çik talent, mendoj unë, është që thonë ti e dhënë nga Zoti, nuk nga Zoti normalisht. Edhe mendoj që është dhunti, por kur e zhvillon, më kanë ndikuar shumë dhe pjesa që kam punuar kamarier në Greqi, më shumë vogël, dhe kam pasur punuar në një lokal shumë të mirë në atë kohë. Edhe kur e zhvillon komunikimin, edhe fillon edhe bësh më i aftë, edhe çdo ditë duke bërë kështu gjërash, komunikimi me njerëz të ndryshëm, krijo atë bindjen tënde ti është shumë i aftë në negociata dhe kjo ka ndikuar shumë te unë. Edhe pastaj edhe këtu në Tiranë kur kam ardhur, kam filluar direkt me tregtinë dhe tregtia më ka bë këtë gjë prap me bind njerëzit me bletë gjë që ti kishe ti, se ti ke 5 gjëra në tavolinë dhe do të shesë atë që ke. Edhe ideja është me bind tjetrin me ta bletë gjë. Edhe kam bërë shumë rrugtime në Turqi për tregtinë dhe kështu edhe më ka ndihmuar shumë tregtia. Kuptova. Mendoj që shkolla është diçka që të jep një dritare, por kryesorja është aftësia dhe dëshira edhe eksperjenca me ecë përpara. Eksperjenca të jep shumë avantazh. Arben, a je ti për atyre pronarëve tipik shqiptar që i din tana vetë? Jo, unë se di tana vetë, unë di atë që di. A e një gjënë edhe punëtorin më thjesht? Po. Ne, për shumë, për disa projekte ulemi dhe diskutojmë me gjithë. Me stafin, me arkitektë, me inxhinierët,
Edhe normalisht marrim 2-3 njerëz të punës tonë që merren me atë punë dhe i marrin mendimet. Jo gjithmonë ato po mendimet jo marrim. Edhe pastaj vendosim, normalisht në bleti vendosim se si ta zgjidhim, po mendimet jo marrim gjithë dhe normalisht ju kemi dhënë drejtën që me shpreh çdo lloj mendimi që të kenë ata ta vinë ta shprehin pa prit që ne t'ju kërkojmë. Përmend pak më për Zotin. Si është raporti jot me të? Se unë di që jelle mirë ditor, Po. Edhe me sa diun, sidomos veriort, po ato që njofën, se sigurisht tonë njerëzit, po veriort janë shumë të lidhën. Po unë jam meritor edhe katolik, i fesë katolike, ne kemi pas një lidhje me kishën që të vegjël mbas rënjes komunizmit. Përpara normalisht ne kemi qenë edhe familje përsekutuar dhe nuk kishim drejt as me mbas rënjes komunizmit filloi ndikimi i kishës edhe unë besoj shumë te Zoti, besoj shumë tek Krishti, besoj te energjia, besoj tek feja muslimane që edhe këto kanë profeti. Mendoj që Zoti është mbi gjithçka. Është krijuesi i kësaj gjës, nuk mund ndodhet që mos të ketë një Zot, kjo gjë që është kriju. Po gjithsesi kjo çështje e besimit nuk është të thënë që kjo është besimi im. Me që beson në Zot, a kërkon ndihmën e Zotit veçkurje në raste të vështira apo edhe kur ke një lumturi? Unë kryesisht shkoj për vendet e shenjta dhe lutem si te kisha, edhe kam shkuar në kishë ortodokse, kam shkuar në xhami, por kam shkuar te kisha laçi shkoj shpesh. Edhe unë lutem për lumturi, nuk kur jam në moment të vështirë, nuk asem lutem Zotit sa të më zgjidh, tash se Zoti nuk ka për të zgjidh nga gabimet që ti ke bë. Ti do të zgjidhësh vetë. Zoti është aty me të ndihmuar gjithkohës. Zoti ka dhënë mendin e kokës, ka dhënë syt, vesht, e gojën me fol. Me këto treja ti je i aftë me bëj gjithçka. Nëse nuk i përdor mirë, do gabosh. Nëse i përdor mirë, në asnjë gjë nuk të ndodh. Zoti nuk bën keq, Zoti nuk i bën keq njeriu. Të kuptova, super. Kthena pak te biznesi. Çfarë shërbimesh ose produkte ofroni specifikisht? Ne si kompani kemi një gamë të gjerë të produkteve, duke filluar tek fasadat e jashtme të xhamit, të dyert, dritaret, alumin dhe plastik, ndarje zyrash, ndarje ambientesh të brendshme, kabina dushi, pasqyra të ndryshme personalizuar me LED, me ndriçim me gjitha. Edhe xhamat, që të ketë bëj punim me xhamat, çdo lloj punim me xham. Me xham, alumin dhe plastik, çdo lloj punimi tjetër të kësaj fushë ne e bëjmë. Di që jeni të ndërmarrë një hap shumë të rëndësishëm dhe shumë të mirë, sidomos për profesionistat në arkitekturë, në inxhinieri etj. A mundesh më na thon pak informacion? Po ne jemi në ndërtimin e showroomit ton 3 që do jetë ndër më të mirë në Shqipëri. Mos të më të mirë, ndoshta do të jem edhe kështu pak më modest. Te ky showroom ne do krijojmë B2B me arkitektat dhe inxhinierët. Do thirrim disa zyra të ndryshme arkitekturore në Tiranë, që ne të bëjmë trajnime mbi produktet që ne ofrojmë. Sepse e shikoj këtë gjë që çdo arkitekt sot në shumica arkitektëve nuk kanë informacione e duhur për produktet që ne shesim edhe nuk din t'i përdorin ku duhet. Edhe i bën disa projektimi janë në mënyrën e duhur. Ne këtë gjë do ofrojmë në moment që të mbarojmë në showroomin e ri. Mendoj e kismet Zotit të mbarojmë nga fundi i marsit. Do mbarojmë. Që do fillojmë çdo muaj, do krijojmë një grup prej 10-12 vetash, do krijojmë këtë B2B që të ofrojmë trajnim falas për të gjithë arkitektët dhe inxhinierët të ndërtimit që janë të interesuar me mësu diçka mbi pjesën e detajeve, vetratave, ndarjeve të ambientit dhe ndarjeve të zyrave. Cilat janë, se më ke thënë që punon me kompani shumë të mira internacionale, që keni edhe ekskluzivitet në Shqipëri. Ne jemi partner, që ekskluzivitet është një fjalë që ndoshta nuk është e duhur, ne jemi partner kryesor të kompanisë Shuko, që është kompania më e mirë sot për pjesën e dyreve detajeve. Jemi partner të kompanisë Aluproof, që dhe kjo është një kompani shumë e mirë, me pak më e lirë se sa kjo që përmendëm më parë. Jemi partner me kompaninë Rom Plus, që është për ndarjet e ambienteve. Edhe kemi partnership me disa kompani tjera këtu
pastaj pak më të vogla që janë në Shqipëri, me kompani xhami që është Guardiani, që është një kompani gjigante për xhamin. Dhe me atë jemi partner. Arben, a është gjithmonë produkti më i shtret, më i mirë? Jo, nuk është më i shtret më i miri. Okay. Produkti më i mirë është i miri. Produkti i mirë është më i miri. Nuk ka jo gjithmonë produkte e shtret janë të mira. Ne du dim atë që dum, dhe çdo produkt ka një certifikat, ka një sketë teknike që tregon të dhënat e produktit, vlerat termike, vlerat akustike. Ne marrim këto gjëra dhe i ulim tavolin, edhe ne mundohemi që klienti i ofrojmë produktin më të mirë me çmim më të lirë. Nuk ka pse të shkojë te çmimi më i shtrenjtë, sepse si stash arkitektat bën disa projekte që kanë koston më të lartë se sa duhet ta kenë. Edhe ne mundohemi që ti edukojmë, ti bijmë aty sepse disa gjëra nuk e pse përdor të vend caktuar. A mendon se kjo është një ndër arsyet e suksesit tuaj, se ju nuk doni thjesht me shit më të shtretën, po ju doni me tregu çfarë është më e mira për të? Mendoj që gjithçka, edhe kjo, po gjithçka korrektësia dhe mënyra që ne paraqitemi te klienti, mendoj që është suksesi, që ne gjithmonë i shkojmë me zgjidhjen më të mirë të mundshme. Nuk mundojmë asnjëherë që të shesim diçka edhe pse klienti mund ta dojë që nuk i bën punë klientit. Mundohemi që ta bindim që kjo gjë nuk të bën punë, merr këtë që të bën punë. Edhe klientët na kanë falënderuar për këtë gjë që kanë bën mbasi e kanë përdor gjën, se normalisht disa veta nuk e njohin fare produktin, as nuk kanë dieni, thjesht e shikojnë me video dhe mendojnë që kjo është më mirë, por kjo gjë na ka arrit shumë edhe nga ana besueshmërisë si kompani. Edhe te klientat, sepse sot klientat flasin. Po. Edhe reklama më mirë është kur klientat flasin. Kjo ne me këtë, ne nuk kemi ndërmarrë në fushat marketing, me thënë drejtën, dhe më sot, as nuk mendoj që të bëjmë në fushat marketingu. Marketingu më i mirë joni është ky shërbimi ndaj klientit, edhe mendoj që klientat flasin vetë. Kuptova. Si është sheftarme në biznesit në Shqipni? Se një gjej shumë opinionet të ndryshme, dikush thotë është e vështirë, jo taksat, jo gjana të ndryshme, dikush thotë që me që mungojnë shumë gjana në Shqipni, kjo është oportunitet. Si e shef ti? Po, pavarësisht klimës politike, që nuk është klima mirë e dur, Shqipëria është një vend që ka mundësi shumë mira biznesi. Mendoj dhe shpresoj që të vazhdojë rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, edhe mendoj që do jetë edhe për biznesin do jetë shumë e lehtë, sepse me rregullat e Bashkimit Evropian biznesi do bëhet më i thjeshtë se sa është sot. Okay. Nuk do ketë shumë presione nga administratat hetimore apo nga policitë të ndryshme siç janë IMT, IKMT apo këto. Do jetë biznesi më i kollajt me marrë leje ndërtimi, do jetë më transparent, edhe mendoj që Shqipëria ka një të ardhme që shpresoj që të vazhdoje. Pavarësisht tash klima politike nuk është aq pozitive sa duhet të ishte. Marr shumë mesazhe prej të rive, sidomos çuna të ri që thonë si mundem me bë lek për 3 muaj. Kam hapi biznese të tjerë. Mesatarisht me eksperiencën tonë, sa duhet me punu dikush që me fillu me stabilizu herë biznesin, jo me gjeneru direkt. Mendoj që një biznes sa do i vogël të jetë don minimalisht nga 6 muaj deri 1 vit. Okej. Nëse do të hapësh një biznes se nuk i ke lekët të shpenzimeve për 1 vit, më mirë mendoj që mos t'ja nisësh, se është shumë e vështirë. Nuk them 100% rasteve, po në shumë raste do dështosh. Pasi ta ke studiu mirë çfarë do të bësh, ti je i sigurt që atë që do të bësh, di ta bësh, sepse shumë veta dhe shumë njerëz në Shqipëri bëjnë gjën që nuk dinë të bëjnë. Do të marrin një biznes që nuk kanë studiuar ose nuk kanë punuar. Kur do të studiosh për një gjë, do të kesh informacion të mira, pastaj të fillosh ta bësh. Arben, po të bëj pyetjen që kanë me të bëjë komentuesit. Po ti vetë sa ke studiu? Për me Unë tash kam studiu, kam bërë trajnime, kam studiu, edhe plus që ka qenë mbështetje, ka qenë dhe Bledi mbështetën te këtë fushë që kam nisun. Edhe normalisht kam ec, ne kemi pas thash, diku te 6 muaj me 1 vit kemi pas mu stabilizu në pjesën e dritarës, sepse Art Home ka qenë si kompani, ka qenë goxha e mirë dhe fuqishme, ka qenë goxha mirë atëherë, por flasim për pjesën e dritarëve, kanë dash gati 1 vit që ne të stabilizohemi, që të vazhdojmë e të krijosh të ardhura. Kuptova. Okej, pyetja e fundit. Cila është mesazhi jot për të rinj shqiptar
që dojnë me bë ose si përmarrje ose me marrë karrierë, me marrë profesion. Mesazhi për të shqiptarë është që kush është në shkollë të studioje për atë që ka dëshirë të bëhet, jo për diçka që nuk ka dëshirë të bëhet. Për këta të rinj që nuk kanë një shkollë apo kështu të marrin një zanat, sepse zanati është shumë i mirë, shumë i rëndësishëm në jetë. Për këta që duan të merren me sipërmarrja, që të hapin diçka të veten, normalisht është gjëja më mirë është që të studojnë atë që duan të bëjnë, të studojnë zonën për çfarë duan ta zhvillojnë biznesin, edhe të kenë një buxhet caktuar, siç thash, për një periudhë pak në një vjeçare që të jenë të mbrojtur nga kjo gjë, për një vit biznesi mendoj që 90% në shumë raste biznesi një vit e jep atë produktivitetin e vet. Kuptova. Arben, shumë faleminderit për mësimet që na dha. Ju shumë faleminderit për ftesën. Dhe shumë faleminderit nga ana jote. Faleminderit.